Për Shqipërinë dhe shqiptarët, procesi më themelor për të ardhmen e tyre është integrimi i vendit në Bashkimin Evropian. Shqipëria në Europë është ëndra shekullore e shqiptarëve. Shqipëria në Europë është investimi i tyre 32 vjeçar, por Shqipëria në Europë është gjithashtu investimi i Bashkimit Evropian, Komisionit Evropian dhe në anëtarët Bashkimit Evropian miliarda euro, me të cilat ky vend është transformuar, po të kemi parasysh gjendjen në të cilën ishte sa asnjë vend tjetër. Shqipërisë në Europë i mbylli dyert Edi Rama dhe Lubi Balluku, një numër vendesh anëtare të Bashkimit Evropian që të bllokojnë raportin më të rëndësishëm, de facto progresin drejt integrimit. Raporti IBAR apo raporti mbi vlerësimin e përkohshëm të standardeve, në të cilin vlerësohet përparimi në sundimin e ligjit, në sistemin gjyqësor, në luftën kundër korrupsionit, në 2 kapitujt më themelor të procesit integrimit, kapitull 23 dhe 24, për negociatat, në rast në Shqipërisë mbeti në klasë. Derisa vendet anëtare të Bashkimit Evropian të mos e miratojnë në mënyrë unanime raportin e standardeve apo raportin IBAR, Shqipëria nuk do mund të ecë përpara në mbylljen e kapitujve. Ftoj shqiptarët me 17 prill të flasin për vetën e tyre, për të ardhmen e tyre në Europë. Faleminderit. Kush është emëruar? Skënder Hita. Emër problematik dhe shumë shpejt me të gjithë arkivën e qytetarit digital do të paraqitem para jush. Ku punonte për herën e fundit ky? Në Fier. Skënder Balluku. U emërua Skënder Balluku. Ky është një pion i lubis, nuk është asgjë tjetër vetëm lubizimi i organizatë kriminale. Dijej ky. Është thënë një muaj para që Lubia ka përcaktuar drejtor policie, drejtorin e Fierit. Pra, sidoqoftë, shumë shpejt do të paraqesim të gjithë materialet për te. Ky është Skënder Balluku, që sot e tutje do ta quajnë drejtori Balluku.